Autoriteti i konkurrencës i ka bërë thirrje qytetarëve që duan të paraqesin ankesat e tyre ndaj kompanive të shërbimeve celulare në vend që t'i adresohen këtij institucioni. Në njoftim për mediat, autoriteti ka bërë të ditur se ka nisur një hetim për periudhën nga 1 janari 2022 deri në 25 korrik 2025. Ky hetim synon të mbrojë interesat e konsumatorëve shqiptar, duke garantuar një treg sa më të lirë dhe konkurrent, ku secili përdorues të ketë mundësinë të zgjedhë shërbimin që i përshtatet më shumë, me cilësi dhe me çmime të drejta, thuhet në njoftimin e Autoritetit të Konkurrencës. Ndërkohë që bëhet e ditur se hetimi përfshin edhe 2 kompanitë Vodafone Albania SHA dhe One Albania SHA, ai është ende në fazën paraprake dhe kjo nuk nënkupton se 2 kompanitë janë kapur në shkelje të ligjit.